Ju përshëndes të nderuar shikues nga studio e lajmeve në Blu Televizion. Një tender publik, 2 lote dhe vetëm një kompani fituese. Bashkia Vlorë ka përzgjedhur të njëjtin operator ekonomik për të 2 pjesët e projektit të rikualifikimit urban të bllokut të Orizit, pasi ka skualifikuar kompanitë e tjera. Përfshirë edhe ato që kishin parashitur oferta financiare dukshëm më të ulta. Çfarë fshihet pas tenderit të bllokut të Orizit? Për më gjerë, shënimi redaksional. 2 lote, një fitues dhe 3.5 milion euro. Çfarë fshihet pas tenderit të bllokut të Orizit? Një tender publik, 2 lote dhe vetëm një kompani fituese. Bashkia e Vlorës ka përzgjedhur të njëjtin operator ekonomik për të 2 pjesët e projektit të rikualifikimit urban të bllokut të Orizit, pasi ka skualifikuar të gjitha kompanitë e tjera, përfshirë edhe ato që kishin paraqitur oferta financiare dukshëm më të ulta. Procedura e shpallur gjatë muajit qershor ka një fond limit të përgjithshëm prej 350 milion lekësh të rinj, ose 3.5 miliard lekësh të vjetër. E përkthyer në monedhën evropiane, bëhet fjalë për afro 3.5 milion euro para publike të vendosura në dispozicion të një projekti të vetëm urban. Projekti parashikon ndërhyrje në rrjetin elektrik, ndriçimin publik dhe fasadat e bllokut të banesave që shtrihen ndërmjet rrugëve Fatos Arapi, Hasan Kushta, Ismail Qemali dhe Mistomele, zona një gjerësish nga qytetarët si bloku ose tregu i Orizit. Loti i parë kishte një fond limit prej 208 milion lekësh të rinj. Në procedurë morën pjesë 7 kompani dhe bashkime operatorësh, por 6 prej tyre skualifikuan. Në përfundim, fituese u shpall kompania Zdrava me një ofertë prej rreth 200 milion lekësh. Oferta e Zdrava përfaqësonte afërsisht 96.3% të fondit limit dhe rezultonte më larta ndër ofertat e parashitura në garë. Ky fakt me rëndësi të veçantë për shkak se jashtë procedurës mbeten oferta që premtonin realizimin e punimeve me një kosto shumë më të ulët. Bashkimi i operatorëve ISEK Ergi Alges Construction kishte ofruar rreth 80 milion lekë më pak se kompania fituese. Edhe subjekti Cara kishte paraqitur një ofertë rreth 73 milion lekë më të ulët. Megjithatë, të 2 ofertat së bashku me 4 të tjera u skualifikuan nga Bashkia e Vlorës. Një situatë e ngjashme u përsërit në lotin e dytë, i cili kishte një fond limit prej rreth 140 milion lekësh të rinj. Në garë morën pjesë 6 kompani, po 5 prej tyre u skualifikuan. E vetmja kompani që mbeti në procedurë dhe u shpall fituese ishte përsëri Zdrava. Për lotin e dytë, Zdrava paraqiti një ofertë prej rreth 113 milion lekësh të rinj. Ndërkohë, bashkimi operatorëve Ndregjoni Udha kishte ofruar rreth 100 milion lekë ose 13.3 milion lekë më pak. Edhe kjo ofertë më e ulët nuk arriti të qëndronte në garë për shkak të skualifikimit. Skualifikimi i ofertave më ekonomike nuk është në vetvete provë për shkelje, pasi operatorët duhet të përmbushin kriteret teknike, ligjore dhe administrative të tenderit. Por, kur të gjithë konkurrentët skualifikohen dhe të 2 kontratat përfundojnë te njëjti operator, lind nevoja për transparencë të plotë mbi arsyet konkrete të çdo përjashtimi dhe mënyrën se si janë vlerësuar dokumentet. Bien në sy disa nga arsyet e skualifikimit. Për shembull, një nga operatorët është skualifikuar pasi autorizimet për sistemin kapot nuk i kishte të përkthyera në shqip. Ky operator kishte dhënë ofertën 22 milion lekë të vjetra, më pak se Zdrava. Një operator tjetër është skualifikuar pasi Komisioni i Vlerësimit të tenderit nuk e paska kuptuar mirë nëse arkitekti i propozuar për projektin ishte arkitekt peizazhi apo arkitekt i zakonshëm. Që të 2 arsyet e mërsipërme janë tepër norvegjeze për të përbërë arsye të forta për skualifikim. Tjetra është pse u nda në 2 lote, kur bëj fjalë për të njëjtën zonë, pse të mos jepe i plot edhe në një lot. Kompania Zdrava është në pronësi të FAIK, Dashnor dhe Kastriot Sinanaj, si dhe Ylli dhe Arben Zdravës, ndërsa administrator është Dashnor Sinanaj. Si pas të dhënave të publikuar, ajo rezulton përfituese 10 kontratave publike me një vlerë të përgjithshme mbi 15 milion euro. Pyetja që mbetet pa përgjigje është e thjeshtë. Përse projekti u nda në 2 lote, kur të 2 përfunduan tek e njëjta kompani, ndërsa ofertat më të ulta u lanë jashtë?
Është zhvilluar këtë të martë mbledhje e radhës së Këshillit Bashkiak të Vlorës, shprehja e dakordësisë për nisjen e procedurave për transferimin në pronësi të Bashkisë Vlorë të një pasurie në zonën e ish-fushës së aviacionit, çështja që përplasi këshilltarët e opozitës dhe mazhorancës. 23 pro, asnjë kundër, 4 veta nuk marrin pjesë në votim, miratohet. Është zhvilluar këtë të martë mbledhje e radhës së Këshillit Bashkiak të Vlorës drejtuar nga kryetarja e tij Elpiniqi Mërkuri, të pranishëm përfaqësues të administratës së bashkisë dhe nënkryetaret e Bashkisë së Vlorë, por në sallë dhe banorë të cilët preken nga transferimi i pronës. Mbledhja filloi me shumë vonesë, ndërsa vetëm 2 projekt vendime sociale për dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë dhe fondi kushtëzuar për muajin qershor kaluan menjëherë dhe me qetësi. Debatet kanë nisur për pikën 4 të rendit të ditës. Projekt vendimi për shprehjen e dakordësisë për nisjen e procedurave për transferimin në pronësi të Bashkisë Vlorë të pasurisë me numër 1454, zona kadastrale 8605, ndërsa bëhet fjalë për zonën e ish-fushës aviacionit. Këshilltarët e opozitës i kanë dhënë zë shqetësimit sipas tyre të shkeljes së të drejtës të pronarit të ligjshëm, të sipërfaqes për të cilën bëhet fjalë, ndërsa këshilltarët e mazhorancës kanë kundërshtuar. Pasuria me numër 363, Radhim Vlorë. Okay. Po, faleminderit zonja kryetare. Ky projekt vendim është rrëzuar muajin që kaloi. Kam një pyetje, çfarë ka ndryshuar që keni sjellë përsëri për votim, sepse gjithë këshilltarët e kanë rrëzuar muajin që kaloi. Ka ndonjë ndryshim apo është një njëjtë gjë? Kjo nuk ka qenë në rendin e ditës muajit shkuar. Dikur ka qenë një kanal që mirte ujë në izvor dhe sillte edhe në Radhim, që kanë qenë dhe pompat që e çonin më lart. Ato pompat janë shitur, janë bërë lokale, nuk ekzistojnë. Edhe kanali në pjesë të caktuara të tij u shkyer pronarëve një pjesë e tij dhe nuk është më në funksion ky kanali. Por në letra ekziston ai kanali. Është në disa vende është inekzistent. Se po them këtë e di shumë mirë edhe Valteri, po them që është atëherë kështu. Kështu që thjesht ka qenë dikur kanali. Kanali në Ujitës, bëhet fjalë për kanalin e vjetër Ujitës, që kalon tek lokali jot, që kalon në të gjithë pjesën dhe nuk funksionon më, që kalon atje tek nuk ekziston më, por në letra është kanal. Thjesht për ta sqaruar, domethënë. Sipas këshilltarëve të opozitës, bashkia pronën duhet ta marrë nga pronari i ligjshëm dhe jo nga bashkia, ndërsa sugjeruan rishikim të projekt vendimit, por projekt vendimi u hot në votim, ku 25 këshilltarë votuan pro, 8 kundër dhe 3 abstenim. Edhe pse nuk ishte kuorumi i duhur, sipas mazhorancës, projekt vendimi kaloi pasi sipas saj nuk u konsiderua tjetërsim prone, sipas parashikimit të nenit 54.e, e cila kërkon 26 vota, por u konsiderua si dhënie dakordësie për fillimin e procedurës. Unë faktikisht kam mbajtur qëndrim të njëjtë dhe do vazhdoj të mbaj qëndrim të njëjtë edhe për këtë rast. Ka qenë edhe një rast tjetër ku ka të bëjë me kalimin e godinës së ish zyrës vendore të regjistrimit pasurive të paluajtshme, në të cilën po prapë është proceduar me të njëjtën mendësi, dhe unë do ta konsideroja një shpronësim për herë të dytë mbas vitit 44 të pronarëve, pasi e kam bërë sqarimin edhe herën e shkuar kur diskutoi lidhur me këtë godinë, që ka të bëjë me një godinë e cila ngrihet mbi një pasuri truall të njohur një pjesë dhe të kthyer një pjesë tjetër për ish pronarët, dhe që Bashkia Vlorë dhe administrata e bashkisë me arrogancë nuk e dëgjoi fjalën tonë si këshilltar, që duhet merrem përpara një dakordësi lidhur me edhe një korrespondencë lidhur me këtë pasuri, që ka të bëjë me ish zyrën e regjistrimit pasurive të paluajtshme, e cila ngrihet mbi një truall i cili ju është njohur dhe është kthyer ish pronarëve. Nuk e di saktësisht dhe nuk kemi asnjë dokumentacion këtu të depozituar nga administrata e bashkisë, a janë bërë korrespondencat lidhur me këto pasuri dhe me këto familje që unë përmenda, janë familje të njohura në gjithë qytetin që kanë pasur dhe kanë vendime qoftë njohje, qoftë kthimi në këtë sipërfaqe, dhe ne sot, thash edhe një herë për të rikthyer tek fillimi i fjalës time, po bëjmë një shpronësim ose tentativë për shpronësim për herë të dytë. Pra ti cënojmë këta pronarë, të cilët thash edhe një herë kanë vendime njohje. Pra këtë që ne po tentojmë sot ta nxjerrim jashtë fondit, praktikisht i takon familjes Shara që t'i kthehet në natyrë, është gjë e vendosur në vendimin e Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave. Nuk mundet të bëjmë sikurne. Me shumë, jo absolutisht. E respektuam dhe e dëgjuam zonja Luci. E respektuam dhe e dëgjuam. Dhe ju na respektoni dhe ju kolegë.
kolegët, tash po flisni, kash. Po folën 25 ta keni në radhën, e folni dhe njerëz folja edhe. Të lutem mos dezinformo. Pra, ka ndonjë kompani, pse vihemi gjithmonë në lëvizje si bashki kur mund të ketë ndonjë interes, se ne kuptojmë mendësinë e kësaj qeverie, vëlla, që kjo i kanë nxjerrë gjithë Shqipërinë në shitje. Ka ndonjë interes i oligarku, ndonjë kompanie, ne nuk kemi të qartë. Po, e pra, kjo është pjesa, japim dakordsinë, kjo është perde parë. Pastaj na del oligarku. Edhe pas parkut aty, nëse është bërë një park për fëmijët, shiko se mund të jetë në funksion të këtij oligarkut. Një kjo. E dyta, të sqarojmë një gjë shumë të thjeshtë. Unë do mundoj me fjalë të thjeshta. Kemi vendime të kthimit fizik të pronës, kemi dhe vendime njohjeje. Dhe kthimi dhe kompensimi pronave, Komisioni Kthimi dhe Kompensimi Pronave, këto vendime njohjesh përcakton një fjali, nëse këto janë, po them unë, në varësi të X ministrie, thot, në momentin që kjo ministri nuk ka interes për të pronë, atëherë të kalon ty direkt në kthim fizik, madje, kur ka godina mbi këtë pronë, ti je i pari që mund ta parablesh, i thot pronarit. Ti ke të drejtë, e thot ligji këtë. Po pra, po, qa bëjmë ne tani? Ne dalim byçyk, ne si bashki. Thot ministria, unë s'kam interesa më. Në vend t'i kaloj, si që është ligji pronarit, jo themi ne. Urdhro? Ti futesh i pengon që... Po ti e pengon pra, unë e sqarova shumë... Të lutem, zonja Dautaj, unë e shpjegova shumë thjesht. Ne kemi një vendim njohje të... Ka më pronë publike atje një copë betoni, që dhe ato nuk e di pse s'ua kanë dhënë, duhet ta këshillojnë që kur kanë bërë kërkesën ata. Me ato teorite që është pronë e ushtrisë, ajo se do bëj namjet e aerodromit. Edhe njërë. Do na mbronin këta. A e detyron vendimi njohjes që thonë që është, nëse është një njëjtin parcel, ministrin që kur e nxjerr nga inventari vet, t'ia kaloj më përpara, pra kanë prioritet përfituesit të shpronsuarit, që do të thotë, edhe nëse ky këshill bashkiak jep dakordsinë që ne duam ta marrim, ministria është e detyruar pastaj t'i japi pronarve nëse kanë një vendim të tillë kur e nxjerrin, se deri tani u trumbetua që kanë një vendim që në momentin që e kërkojnë u jepet atyre. Pra ky vendim a e detyron ministrin t'u japi pronarve apo i anashkalon dhe i jep këshillit. Pra ka një procedurë pas këtij akti të miratuar, a ka një procedurë? Çfarë problemi ka juridikisht nëse ministria ka vendimin, detyrimin që t'ia japi pronarit? Dakor. Por bashkia sot ekzekutivit thot unë dua të bëj pallate sociale atje dhe i thot ministrisë, ma jep mua se do bëj pallate sociale. Nëse ata kanë detyrim, atë jam shumë dakord me se nuk kam qenë me pronar se jam vetë pronar me letra në duar, e kupton. Kryqëzosh, ti thuash po merr tokën, po e vjedh, po e bën, është tjetër gjë. Po jam mos shpreh dakordsinë, ose po kërkon. Kolegët socialistë do ta votojnë shumica kundër, se është një gjë që është e dukshme. Po desha t'ju theksoj një gjë se kemi bërë shumë më herë mbledhje këtu, janë bërë shumë diskutime dhe kur flitet për t'i prishur gardhin në një zaptusi, tu bëhet nami aty jashtë, më vim 50 veta, ne prapi mbrojmë. Nuk ja kthyem pronën të Zotit se kishin frikë se pronarët nuk janë pronarë. Doni s'doni është historia e qytetit Vlorës. Historia nuk fshihet. Të paktën respektin që kërkojnë t'i lihet një afat, një mujor, mas e kanë letra, mas e s'kanë letra, të bet një shpallje, se po t'i hymë kësaj, e la ministria, e mori ai, e mori ky, nuk e dim. Vlora Invest u krijua vetëm me një arsye për të grabitur pronat e qytetit të Vlorës. Kanë të drejtë, nuk kanë të drejtë, në atë kohë vendimet nuk jepeshin me numra, se nuk ishte numra, po shkruhesh vetëm një fjalë, ish fusha aviacionit. Ashtu e dinin, ishte fusha aviacioni, ngriheshin aviona, po nuk ngriheshin, do hynim në NATO me atë fusha, nuk do hynim, janë gjëra që t'ja lëm historisë. Por t'i japësh pronarit një kohë që të reflektoj, të sjell dokumenta, apo t'i gjit dokumentat, apo të vinë jashtë ku janë, e t'i paraqiten bashkisë, kjo është një arrogancë që ju gjithmonë e bëni dhe bëni gjithë rëmuj këtu dhe kaloni politike. Ku është politika këtu?
Sipas këshilltarëve të opozitës, Bashkia Pronën duhet ta marrë nga pronari i ligjshëm dhe jo nga Bashkia, ndërsa sugjeruan rishikim të projekt vendimit, por projekt vendimi u hot në votim ku 25 këshilltarë votuan pro, 8 kundër dhe 3 abstenim. Edhe pse nuk ishte kuorumi i duhur sipas majorancës, projekt vendimi kaloi pasi sipas saj nuk u konsiderua tjetërsim prone. Sipas parashikimit të nenit 54.e, e cila kërkon 26 vota, por u konsiderua si dhënie dakordësie për fillimin e procedurës. Rritja e fluksit të turistëve gjatë sezonit veror ka sjellë dhe një shtim të numrit të vizitorëve që zgjedhin të eksplorojnë shtigjet, por sipas Nexhip Hysen Lakoj, specialisti i zonave të mbrojtura, një pjesë e madhe e turistëve preferojnë të lëvizin të vetëm dhe nuk angazhojnë guidat lokale, të cilat mund të ofrojnë orientim dhe siguri gjatë eksplorimit. Rastet e humbjes por dhe të dëmtimit të turistëve të huaj që eksplorojnë shtigjet malore vijojnë të mbeten një problematik shqetësuese. Rasti më i fundit është pikërisht i tillë ku përveç operacionit të kërkim shpëtimit ka qenë e nevojshme dhe dhënia e ndihmës mjekësore. Sipas Nexhip Hysen Lakoj, specialist i zonave të mbrojtura për organizimin e operacionit të fundit të kërkim shpëtimit, është dashur angazhimi i disa strukturave përfshirë administratën e zonave të mbrojtura, shërbimin zjarfikës, policinë e shtetit dhe infermierin e qendrës shëndetësore të Imarës. Po, në fakt rasti fundit ishte jo vetëm humbje, po ishte edhe dëmtimi i një turisti, pra që e bënte edhe më të vështirë dëgjurinë, për shkak edhe të orarit në dispozicion, pra që ishte orët e vona të mbrëmjes, të grupit të madh që ishte ky të lartësisë mbi nivelin e detit, pra të mundësisë për të shkuar dhe për të arritur në ku atje. E bëri të vështirë, por e të pamundur, sepse era dhe një grup i 5 gjermanësh, çuna të rinj, të moshës 18 vjeçar, kishin kërkuar të bëjnë aventurën e malit Çikës, në kthim një nga personat, kishte pësuar hipotermi dhe pamundësi për të lëvizur 2 metra mbi nivelin e detit. Pra Aksela nuk u desh vetëm për të shkuar dhe për të gjetur, por u desh njëkohësisht edhe për të ndryrë me anë të një mjeku, pra të infermierit të Imarës, i cili dha ndihmën e parë dhe bëri të mundur rikthimin shëndoshë mirë në operatë. Ndërkohë, sipas Hysen Lakoj, rritja e fluksit të turistëve gjatë sezonit veror ka sjellë dhe një shtim të numrit të vizitorëve që zgjedhin të eksplorojnë shtigjet. Problemet lidhen kryesisht me mungesën e informacionit dhe mos angazhimin e guidave lokale, të cilat mund të ofrojnë orientim dhe siguri gjatë eksplorimit. Megjithatë, një pjesë e madhe e turistëve preferojnë të lëvizin vetëm, duke krijuar situata të vështira në rast humbjeje apo emergjence. Pra, rritja e fluksit turistik njëkohësisht rrit edhe përdorimin e shtigjeve mjedisorë nga turistë huaj. Mosmarrja e informacionit të dur është njëri nga shkaqet e para, por ajo që është më e rëndësishme dhe i themi gjithmonë është mos përdorimi i guidave lokale. Pra, gjithë duam të kemi një turizëm të sigurt malor, duhet se s'bëj që të kemi guida lokale, të cilat janë persona të aftë për ta bërë ditën të këndshme, pra, për ta bërë ditën turistike dhe për të kthyer përsëri në destinacion. Pra. Kemi guida lokale? Guida lokale ka guida, ka agjensi, ka edhe guida lokale njëkohësisht të zonës, cilët e ofrojnë këtë shërbim, kuptohet kundrejt pagesë absolutisht po, por nuk përdoren nga shumica e turistëve, përdoret gjithmonë ajo mënyra të vizituarit autonom, pra me një hartë ose me një telefon, dhe pastaj këto sillin problemet që po hasim deri tani. Hysen Lakoj ndalet dhe te sinjalistika në shtigje. Sipas tij, sinjalistika vertikale ekziston, po ka ende nevojë për përmirësime dhe shtim të saj në disa zona. Ai thekson se shpesh turistët nuk u kushtojnë vëmendje tabelave orientuese, çka ndikon në humbjen e orientimit. Sinjalistika është sinjalistika që ne quajmë sinjalistika vertikale, ose sinjalistika e shkruar me simbole në për pemë, në për drur, në për shkëmbej, pra që është një sinjalistike bojës së bardhë të kuqe, të cilat tregon kur ti je në shtek. E dyta që është e rëndësishme është përdorimi i aplikacionit, pra të gjitha shtigjet e Karaburllogu Rajco gjenden në aplikacionin Wikilog, pra që është një aplikacion ku ti ta aksesosh shumë lehtë një shtek, jo vetëm shtekun e Çikës, por pothuajse janë 7-8 shtigje të markuara, pra po jo të gjithë pra kanë këtë informacion, pra që e marrin, pra dhe nuk e përdorin. Pastaj po sigurisht ka nevojë akoma për më tepër, pra për tabela, ka nevojë për më tepër për sinjalistik, ka më tepër për hapje shtigjesh, pra sepse normalisht në periudha të caktuara shtegu natyrisht rikthehet përsëri në gjendjen e pashme, pra mbyllet. Pra këto punime janë domosdoshme gjithmonë. Ata të rrezikshme janë shtigjet.
edhe shtegu i vogël mund të bëhet i rrezikshëm për mungesë informacioni e para fare, e dyta është për aftësitë që ka grupi që duhet të kryejë një shteg të caktuar. Shtegjet të vështira pothuajse të Karaburgut janë gjithë ato vështira për shkaqe të ndryshme të mungesës së ujit të pishëm, mungesës ose ekspozimit të diellit, sidomos në periudhën e beharit, po e quajmë kështu. Kurse shtegjet e aventurës janë ato të malit çikës, sepse kanë një pjerësi të jashtëzakonshme, kërkojnë gjithë ditën impenjim, pra nuk është një shteg që mund ta nisësh në drekë dhe ta përfundosh në mbylljen e ditës, pra është një shteg që do ta fillosh në mëngjes dhe ta mbyllësh pasi të vonë. Pra të rrezikshme nuk e bën thjesht vetëm shtegu, po e bën njëkohësisht edhe po themi kështu ai trekëndshi grup, shteg dhe koha. Pra ka pas raste edhe më para, po edhe ky rast i fundit mund të kthehej në një rast fatal, nëse nuk do ndryhej në kopra. Nuk do ndryhej në kopra, edhe është mirë të përmend edhe grupin që morën pjesë pra si policia e shtetit, por edhe infermieri i qendrës shëndetësore të Imarës, pra edhe zjarrfikës të Imarës, dhe mbi të gjitha edhe ky grup i ri i shpëtimit Albin që është krijuar tani sa afër, i cili është një garanci më tepër për ndryrje të tilla, sepse janë pajisje edhe me mjet edhe pajisje, shumë mira. Pra, si sa në fillim, pra nga një gjë e vogël gjithmonë mund të lindë diçka fatale, nëse ti nuk ndryhen në kohë. Pra edhe ky ishte një nga ato raste të cilat mund të kthejnë në fatalitet. Deri tani, këto momente që po flasim, personalisht është hera 34 e kërkim shpëtimit është falas. Absolutisht po. Vetëm gjatë javës së fundit janë regjistruar 3 raste të humbjes së turistëve që eksploronin shtigjet, duke sjellë jo vetëm operacione kërkim shpëtimi, por dhe probleme shëndetësore dhe dëmtime të pësuara gjatë eksplorimit. Mbulimi i kanalit Kullues në lagjen kushtrimi, banorët e zonës denoncojnë cilësitë të dobët të punimeve. Sipas tyre, pllakat e betonit janë rivendosur në mënyrë të çrregullt me disnivel dhe në disa segmente mungojnë plotësisht duke krijuar rrezik për kalimtarët. Pasi u pastruan në një pjesë të tij, ka nisur mbyllje e kanalit Kullues që përshkon mes për mes lagjen kushtrimi, por problemi qëndron se puna e cila po kryet për mbulimin e pjesës sipërfaqësore të tij lë për të dëshiruar. Banorët e zonës shprehen se firma e cila ka fituar tenderin e Bashkisë së Vlorës ka vendosur të njëjtat pllaka prej betoni që ishin më parë, në mënyrë të çrregullt dhe në disnivel nga njëra tjetra. Por jo vetëm kaq, sipas banorëve në shumë pjesë pllakat mungojnë dhe kjo firmë ka lënë të mbuluara me plasmas, duke hedhur sipër tij zhavor, ku qytetarët kalojnë aty dhe bien duke u dëmtuar fizikisht. Sipas banorëve të zonës, ky është një tjetër projekt që po realizohet në mënyrë abuzive. Kanali nuk e kanë mbuluar siç duhet, se po tallen, sa për syrgjuan, shikojeni. Çdo të flasësh fare, një pllak lart, një poshtë. Merre, filloi këtu dili atje lart, shikoj se çka atje më lart si është. Kot fare. Po tallen, po marrin lekë të po tallen, shikojeni vetë. Do të flasësh fare. Kanë thyra. Ata i kanë mbuluar me plasmas sa për se s'është puna ajo që bëjnë këta marrin lekë të këta se nikin apo. Merë po kot mos ashtu pse. Mua betesh ai, po pastro kanali, do mbytesh në dimër. Si thua ti? Po si janë pastruar fare andaj nga ne pa. Kur si janë pastruar këtu vaj hallit, andaj nga ne. Ato bëhen kur është koha, ata kujtojnë kur mbyten. Nuk kujtojnë që televizionimi të ju është ai. Kjo popull tash punët bëhen atëre çdo gjë brenda kohës, nuk bëhet kur mbyten njerëzit. Atëre s'ke ku vete fare. Atëre bëhen. Mua më pëlqen se jam i atij brezit që ka kaluar këto 3 djem të Vlorës. Që tek Gjika edhe 2 të tjerë doktora. Mirë që s'bën dot në një vepër të madhe, po që të pastronin qytetin e Vlorës, nga të gjitha papastërtit, ishte detyrë funksionale e tyre se janë mjek. Doktoresha që ka ardhur tani, bravo qoftë se ka filluar me themel, që te ky kanal, që duhet ta bënin brezam përpara, edhe deri sot. Kështu që ka pasur shumë ankesa nga qytetarët lidhur edhe me mënyrën e rehabilitimit. Tani ato ka specialistë. Dhe specialistët duhet vitë të kërkojë dikush llogari. Ka inxhinier, ka topograf që merren me ato punë, se dhe kështu njerëz më radh nuk mund të bëjë. Sot bën me njerëz më radh, kurse deri dje është punuar me shkencë në çdo hap. Kështu që ndoshta i bie radhat ti dhe del në një gjë tjetër. Kështu që sot për sot, të paktën era nuk del jashtë që të marrë qytetin si në vende të tjera.
Vlen të theksohet fakti se puna për pastrimin e kanalit kryesor kullues të qytetit në lagjen Kushtrimi, po zvaritet gjithashtu në kohë, ku deri më tani rehabilitimi i tij ka zgjatur disa muaj dhe ende nuk ka përfunduar. Një turiste 30 vjeçare nga Finlanda, e cila u ndje keq gjatë një zhytjeje në zonën e Orikumit, ka ndëruar jetë sa po mbërriti në Spitalin Rajonal të Vlorës. Identiteti i viktimës nuk është bërë ende publik, ndërsa autoritetet po kryejnë veprimet procedurale dhe po hetojnë për të sqaruar plotësisht shkaqet dhe rrethanat e kësaj ngjarjeje tragjike. Një shtetase e huaj finlandeze rreth 30 vjeç ka humbur jetën gjatë ditës sotme në zonën e Orikumit, ndërsa ishte duke kryer zhytje së bashku me 2 persona të tjerë. Gjatë momentit të eksplodimit, 30 vjeçaria është ndjer keq për shkak të mungesës së oksigjenit, sipas informacioneve paraprake, ndërsa 2 persona të tjerë që ndodheshin me të kanë kërkuar ndihmën e një skafi i cili ka shoqëruar më pas drejt molit, aty ku ka mbërritur edhe urgjenca e Spitalit Rajonal të Vlorës, duke dërguar me shpejtësi 30 vjeçaren drejt spitalit, por fatkeqësisht ajo ka humbur jetën. Ndërkohë policia ka nisur tashmë hetimet për këtë ngjarje të rëndë, ndërsa ka marrë në pyetje edhe 2 persona të cilët shoqëronin 30 vjeçaren. Një ngjarje tragjike është regjistruar në zonën e Orikumit, ku një turiste finlandeze rreth 30 vjeçe ka humbur jetën gjatë një zhytjeje. Sipas informacioneve paraprake, e reja ishte pjesë e një grupi zhytësish që eksploroni zonën, kur gjatë zhytjes dyshohet se ka hasur probleme të lidhura paraprakisht me furnizimin me oksigjen. Mësohet se ajo nuk është ndjer mirë dhe ka humbur ndjenja në det. Sipas të dhënave paraprake, 3 persona kanë kërkuar ndihmën e një skafi pranë një anije me ngjyrë blu për transportimin e gruas, e cila ndodhej pa ndjenja. Ajo është dërguar me urgjencë në molin e njësisë Delta, ku i është dhënë ndihma e parë, ndërsa më pas është transportuar me autoambulancë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës. Pavarësisht ndërhyrjes së menjëhershme të ekipit mjekësor dhe përpjekjeve për ta mbajtur në jetë, turistja nuk ka mundur të mbijetojë dhe është konstatuar pa shenja jete. Identiteti i viktimës nuk është bërë ende publik. Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë, të cilët kanë nisur veprimet procedurale dhe po hetojnë për të sqaruar plotësisht shkaqet dhe rrethanat e kësaj ngjarjeje të rëndë. Zjarri i cili shpërtheu pas ditën e së hënës pranë autostradës Levan-Vlorë u vu në kontroll vetëm pas një operacioni që zgjati rreth 5 orë. Forcat zjarfikse të ndihmuara nga strukturat e emergjencave civile dhe policia punuan pa ndërprerje për të izoluar flakët dhe parandaluar përhapjen e tyre. Zjarri dyshohet të jetë i qëllimshëm. Zjarri i cili shpërtheu pas ditën e së hënës pranë autostradës Levan-Vlorë në afërsi të fshatit Mifol, u vu në kontroll vetëm në orët e mbrëmjes pas një operacioni që zgjati rreth 5 orë. Forcat zjarfikse të ndihmuara nga strukturat e emergjencave civile dhe policia punuan pa ndërprerje për të izoluar flakët dhe për të parandaluar përhapjen e tyre në sipërfaqe të tjera. Për shkak të temperaturave të larta dhe erës së fortë, zjarri u përhap me shpejtësi, duke përfshirë një gjatësi prej më shumë se 2 kilometrash. Flakët rrezikuan seriozisht pemtarinë dhe sipërfaqet bujqësore të zonës, ndërsa ndërhyrja e shpejtë e zjarfikësve shmangu dëme edhe më të mëdha. Situata krijoi vështirësi dhe në qarkullimin e automjeteve në autostradën Levan-Vlorë. Rreth të dendur aty mbuluan segmentin rrugor, duke ulur ndjeshëm shikueshmërinë dhe duke rritur rrezikun për aksidente. Për këtë arsye në terren ndërhyn dhe shërbimet e policisë së shtetit, të cilat menaxhuan trafikun dhe normalizuan lëvizjen e automjeteve deri në shuarjen e rrezikut. Sipas të dhënave paraprake nga shërbimet zjarfikse, dyshohet se zjarri ka qenë i qëllimshëm. Hetimet paraprake tregojnë se flakët mund të jenë vendosur për djegjen e barishteve të këqija, po për shkak të temperaturave të larta dhe erës ato dolën jashtë kontrollit dhe u përhapën me shpejtësi në një sipërfaqe të gjerë. Autoritetet të vijojnë verifikimet për të përcaktuar shkakun e saktë të zjarrit dhe për të identifikuar personat përgjegjës nëse konfirmohet se ai është shkaktuar nga veprimtaria njerëzore. Ndërkohë, një tjetër zjarr është regjistruar mesditën e së hënës në zonën e ujit të ftohtë mbi tunelin e Vlorës. Flakët përfshin një sipërfaqe me shkure dhe bimësi të ulët, ndërsa të favorizuara nga temperaturat e larta dhe era u përhapën me shpejtësi, duke ju afruar zonës së banuar. Në përfundim të mandatit të tij 3 vjeçar, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, është nderuar nga kryeministri Edi Rama me yllin e madh të mirënjohjes.
Në përfundim të mandatit të tij 3 vjeçar, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato është nderuar nga kryeministri Rama me yllin e madh të mirënjohjes publike. Në një postim në rrjetet sociale, Gonzato ndau momente nga ceremonia ku ai shprehu mirënjohjen Shqipërinë, që do të mbeten në zemrën e tij dhe për të gjithë shqiptarët e jashtëzakonshëm që ka takuar në këtë rrugtim 3 vjeçar në vendin tonë. Bashkimi Evropian ka qenë gjithmonë për mua shumë më tepër se sa një treg apo një ekonomi e përbashkët. Ai ka të bëjë me njerëzit dhe vlerat që ndajmë, lirin, barazin, respektimin e të drejtave të njeriut dhe sundimin e ligjit. Këto vlera më kanë udhëhequr gjatë 3 viteve të mia në Shqipëri. Jam mirënjohës për të gjithë shqiptarët e jashtëzakonshëm që kam takuar gjatë këtij rrugëtimi. Jam mirënjohës që kam qenë pranë tyre, ndërsa Shqipëria i afrohet gjithnjë më shumë synimit për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Kemi qenë kërkues por të drejtë. Kemi bërë thirrje që të gjithë të jenë pjesë e këtij rrugtimi drejt një shoqërie ku secili mund të jap kontributin e tij, ku institucionet mbrojnë të drejtat e çdo qytetari dhe ku brezëri ka zërin e tij në formosimin e së ardhmes së këtij vendi të bukur. Faleminderit kryeministër Edi Rama që më nderuat në emër të Shqipërisë me yllin e madh të medaljes Benemerenti. Ky vend do të mbetet në zemrën time për gjithë jetën. Shihemi në Bashkimin Evropian. Qendra e Kulturës Vlorë është kthyer në fokusin e qytetarëve të Vlorës, pushuesve vendas dhe të huaj të çdo moshe. Risia sipas drejtores Kaplani, të gjitha aktivitetet zhvillohen në terren, pranë publikut, ndërsa prej datës 1 gusht çdo fundjavë do të ketë aktivitete festive në sheshet kryesore të qytetit. Qendra e Kulturës në Vlorë është kthyer në fokusin e qytetarëve të Vlorës, pushuesve vendas dhe të huaj të çdo moshe. Drejtoresha e Qendrës së Kulturës, Angela Kaplani, tregon se përgjatë qershorit dhe korrikut ka pasur një sër aktivitetesh të ndryshme, duke filluar nga ekspozitat, koncertet festive, teatri, kuklave dhe biblioteka. Sigurisht e di, ne në gjatë muajit qershor dhe muajit korrik kemi pasur një lamishmëri aktivitetesh. Aktivitetet figurojnë nga më të ndryshmet, aktivitetet e bibliotekës publike, aktivitetet që ka zhvilluar ekspozitat e shumta që janë zhvilluar në Muzeun Historik ku janë ndjek edhe naturistët, aktivitetet e Galerisë së Arteve ku kemi pas 2 ekspozita vetëm në muajin korrik, ku së fundmi është ekspozita e Libran Dramit, është një piktor vlonjat i cili ka sjell tenel lashtësinë greke. Aktivitetet të tjera janë banda frymore e qytetit, orkestra frymore kanë dalë në terren, tashmë ka bërë koncertin e saj të parë në sheshin e Flamurit dhe shumë shpejt në ditën e premte do të jetë përsëri pranë publikut vlonjat në sheshin e Lungomares te Marina. Sipas drejtoreshës së Qendrës Kulturore, Teatri i Kuklave ka nisur shfaqje në ambiente të hapura, kjo për të tërhequr më shumë shikues. Prej datës 1 gusht, Angela Kaplani thotë se çdo fundjavë do të ketë aktivitete në sheshet kryesore të qytetit. Sigurisht, Edin dhe kuklat fëmijët me zi presin, kështu që pjesëmarrja ka qenë jashtëzakonshme, ne jemi munduar që të jemi sa më afër tyre në pika të ndryshme të qytetit, aty ku fëmijët janë më së shumti prezent. Së fundi ne kemi dhe një risi të re që do fillojnë në datën 1 gusht, ku në çdo pikë të qytetit, aty ku janë lodrat e fëmijëve, siç është Sahati, sheshi Avni Rustemi, sheshi para stadiumit Flamurtari dhe lodrat që janë te fushat në Lungomare, gjatë gjithë fundjavës të premte të shtunë, duke filluar nga data 1 gusht, do të jenë me aktivitete të ndryshme, siç është cirkull për fëmijë dhe animacione. Kaplani shprehet tepër e kënaqur për sa i përket pjesëmarrjes, ku thotë se si shikues nuk kanë munguar as turistët e huaj. Drejtoresha e Qendrës Kulturore Vlorë mbyll fjalën e saj me një thirrje drejtuar qytetarëve dhe pushuesve të marrin pjesë sa më të shumtë në numër në aktivitetet që kjo qendër ofron. Jemi jashtëzakonisht shumë të kënaqur, është një punë shumë e madhe e stafit të Qendrës Kulturës, për këtë jam shumë e lumtur dhe falenderoj publikut që na ndjek dhe është gjithmonë pranë nesh. Keni aktivitete në vimësi, nëse keni një ftesë le të themi për publikun? Sigurisht, edhe pse ne tashmë jemi në pikun e sezonit turistik, për Qendrën Kulturore vetëm sapo ka startuar sezoni turistik, të paktën ne kështu e mendojmë. Ne aktiviteti më i afërt është aktiviteti i ditës së nesërme, që është në datën 22 korrik në sheshin e Kinemas Verore në Lungomare me muzikë live nga Teo Dumani dhe Daniela Kuçi. Do të bëni një thirrje për publikun për ta përmbyllur fjalën tuaj? Sigurisht, ju presim nesër të gjithëve për të kënaqur dhe për t'u argëtuar së bashku. Në fundin e muajit korrik, si dhe përgjatë gushtit, Qendra Kulturore Vlorë ka parashikuar një sër eventesh, aktivitetesh dhe ekspozitash që do të realizohen në Pallatin e Kulturës si edhe në sheshet kryesore të qytetit.
Franca pritet të votojë një projekt ligj që ndalon përdorimin e rrjeteve sociale për fëmijët nën 15 vjeç, duke ju bashkuar një valë gjithnjë më të gjerë shtetesh që po vendosin kufizim për të miturit. Franca pritet të votojë këtë të martë një projekt ligj që ndalon përdorimin e rrjeteve sociale për fëmijët nën 15 vjeç, duke ju bashkuar një valë gjithnjë më të gjerë shtetesh që po vendosin kufizime për të miturit. Sipas një përllogaritjeje të AFP-s, më shumë se 20 vende në botë kanë propozuar ose miratur masa për të kufizuar aksesin e fëmijëve në rrjete sociale, ndërsa 5 prej tyre i kanë tashmë këto kufizime në fuqi. Australia ishte ndër të parat që vendosin ndalimin për përdoruesin nën 16 vjeç në dhjetor të vitit 2025. Brazili kërkon që llogaritë e përdoruesve nën 16 vjeç të lidhen me ato të prindërve dhe detyron platformat të verifikojnë moshën. Kina, Indonezia dhe Malajzia kanë gjithashtu kufizime të ngjashme, ndërsa Turqia dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë miratur ligje që pritet të hyjë në fuqi në muajt e ardhshëm. Komisioni Evropian pritet të propozojë këtë vit ndalimin e plot të rrjeteve sociale për fëmijët nën 13 vjeç dhe një sistem me akses të kufizuar për mosha 13 deri në 18 vjeç. Greqia synon të vendosë ndalimin për nën 15 vjeçarët nga 1 janari 2027, ndërsa Austria, Slovenia, Gjermania, Suedia, Danimarka dhe Irlanda po shqyrtojnë ose përgatisin legjislacion të ngjashëm. Norvegjia planifikon të paraqesë një projekt ligj deri në fund të vitit për ndalimin e aksesit për nën 16 vjeçarët. Mbretëria e Bashkuar, Kanadaja dhe disa shtete të Indisë po shqyrtojnë rritjen e moshës minimale për përdorimin e rrjeteve sociale. Në Francë, projekt ligji që votohet sot parashikon ndalimin e rrjeteve sociale për fëmijët nën 15 vjeç. Qeveria synon vendosjen e një moshe ligjore digjitale, duke bërë Francën vendin e parë në Evropë me një kuadër të tillë ligjor. Ndërkohë Portugalia, Spanja dhe Italia kanë paraqitur ose po shqyrtojnë projekt ligje që rrisin moshën minimale për përdorimin e pavarur të rrjeteve sociale. Të nderuar shikues, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë mirupafshim.